Tim tash kur SBA-t e pezullun dialogun strategjik, do thotë dy kanë argumentet kryesore. Numër 1 kanë sulmet ndaj gjykatës kushtetuese dhe e dyta ke veprimet, do thotë që kanë të bëjnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për me pezullun në farë mënyrë ndalu vërtetarinë listës serbe. Tash SBA-t, Bashkimi Evropian, besoj janë epicendra e vlerave që lidhen me sundimin e ligjit, qeverisin e mirë, luftimin e korrupsionit. Kur flet me SBA, kur flet me Brukselin, me shtetet e Bashkimit Evropian, thotë pse ne po duam me hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe pse kur kemi nënshkruar marrëveshjen për stabilizim e asocim, tërkapituj kryesor që kanë të bëjnë me antarësimin e BE-n, sundimi i ligjit. Dhe tash na nuk mundemi tregu sundim të ligjit Brukselit, Washingtonit përmes veprimeve arbitrare. Kërkush se konteston faktin që lista serbe punon e ka mision një farë mënyre me punu kundër kushtetues juridik. Po tash po flasim për një listë serbe që është e përbën në Kuvendin e Kosovës me 9 deputet, e ka një antarësi 20.000 vota, 25.000 vota, po tash që kjo 20.000, 25.000 antarësi me këta 10 deputet, 9 deputet që në Kuvend, të me pas përballë një shtet si Republika e Kosovës që është shtet funksional. Tash kushtetutën e Republikës Kosovës mas miri e ruan Kuvendi, e ruan qeveria, e ruan institucionet e pavarura. Tash nuk mund institucionet e pavarura me direktiva politike, me marrë vendime politike përmes cilave ti mundohesh me ndal veprimtarinë mirë kundërshtetuse në partie politike. Nëse ne e dim, ose s'po themi nëse, po ne e dim që lista serbe punon kundër interesave të Republikës Kosovës, shtruhet pyetja, a kemi polici, apo krenohemi me policinë tonë në veri dhe në jug? A kemi AKI, apo krenohet qeveria me AKI-n do të thotë në veri dhe në jug? Atër këto dy institucione, si u bë që nuk ka ndërgu kur asnjë kallëzim penal, në Prokurorinë Speciale me thonë që lista serbe do të thotë është duke punuar kundër kushtetues juridik. Kërkush nuk e konteston as Brukseli, as Washingtoni, nëse AKI, policia, qeveria, agjencitë që zbatojnë ligjin, e dëshmojnë, i japin provat mjaftueshme përmes cilave vërtetohet që lista serbe është parti politike, organizatë kriminale, e cila do të thotë përmes veprimtarisë kundër kushtetuese në farë mënyrë po mundohet me ndrrup rendin kushtetues juridik në Kosovë. Komisioni i Venecias i ka standardet jashtëzakonisht mirë sqaruar të qarta se kur mundet një parti politike në një shoqëri demokratike mu shpall kundër kushtetuese. Edhe kjo do të thotë është përmes rrugëve ligjore, por nuk mundesh përmes KQZ-s, përmes asaj që thati parullave politike, mu quë me dalë me thonë pja ndalojna një parti ose një kandidati. Nuk mundesh me thonë ti do të thotë një parti politike e cila e ka miratu ligjin për zgjedhjet para 2-3 viteve, edhe në vend që me i forcu kriteret, që me i kufizu drejtën e kandidimit për deputet, për kryetar komunave, për asamblesë, do të thotë me rrit integritetin e kandidatëve që ka qenë me ligjin e vjetër ma mirë, ta e kanë reduktu, do të thotë një farë mirë dhe kanë mundësu që edhe nëse i denun për korrupcion, me gjobë ose me kusht, ti ki drejt me qenë kandidat për deputet ose kryetar komune. Do të thotë kënej me veprime, me politika e rrisin se marrë mirë të thonë mundësin që njerëz të korruptun me kandidu për deputet ose kryetar komune, në anën tjetër përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve provojnë të thotë kandidat caktuar me ja kufizu këtë drejt. Tash të thotë kjo çajo që po shitet si në emër patriotizmit, të thotë popullin në mënyrë po bien prej e këtij mashtrimi. Po prej këtij mashtrimi nuk vjen Amerika, nuk vjen Gjermania, nuk vjen Brukseli, të thotë ata në mënyrë prej Brukselit shohin me keqardhje se ku edhe me veprime konkrete ata. Tash u përmend shumë mirë Kosova-Shqipëria. Kosova në 2013-2015 ka qenë të thotë nivelin, mund të thonë jo veç në raport me Shqipërinë, po me shtetet e Ballkanit, do thotë shumë më mirë në proces të integrimit evropian. E ka pas një administratë publike aq efikase, ka pas një administratë publike aq, mund të thonë, do thotë burokrat të mëshëm, që kur kanë shkuar në Bruksel, do të thotë një farë mirë i kanë edhe Brukselin i kanë marrnit me punën e tyre. Po ku është kjo administratë publike? Raport me Shqipërinë, me shtetet e tjera. Do të është katandis që të mos vjen gjuna, do të thotë kur shkojnë në Bruksel, kur kanë takime me ta, do të thotë 10 vjet u deshtën me shkatërru që të administrat ku ka qenë absolut unë të jap drejt, nuk po marr protagonizëm, por në 2013 e di kur kanë ardhur socialistët në për disa dikasteri duke përfshi edhe nuk u kam qenë drejtar për Ballkanin, Ministrit Jashtme, ne ju kemi dhënë
analiza, ju kemi dhënë me dokumentet të caktuara dhe e di që janë prezentu në përministri tyre si model i punës që e kanë pas këta. Nështë duke elaboru që e tha Lisa Sërë, nështë kjo ka qenë edhe pak strategji e menduar nga Partia Pushtet për ta amortizu kritikën e opozitës. Ndoshta ata kanë menuar që do ta përdorin çështjen e Radoqiçit dhe Moza Kusarit, shumë këtë çështje, atëherë për mos mi la hapësirë kësaj, ndoshta për këtë arsye dhe kanë anatemuar çështjen e listës sërbëse në mënyrë që me thonë jo na jemi më patriot, domethënë. Por për me thënë edhe më qartë ndoshta për shikuesit është që nuk vendosin politikanët, nuk vendos KQZ, po vendosin gjykatat. A do të jetë një parti politike me të drejtë për të konkuruar. Dhe unë mendoj që sikur të ishin syçel policia, KI-ja, ndoshta edhe do të kishin dëshmi të involvimit të listës sërbëse në veprime që janë antikushtetuese ndaj Kosovës. Se kanë një qëndrim pro-Serbisë, aja nuk është ndonjë fshetësi, dhe një nga arsyet unë shpesh që kam thënë që ndoshta Kosova është dashur ti thotë edhe perëndimit pse ne dyshojmë në cilësinë e asociacionit është se ky asociacion nesër mundet me qenë një kali i trojës brenda sistemit kushtetues dhe brenda sistemit kosovar, sepse mund të jetë më lojal ndaj Beogradit se sa ndaj Kosovës. Zotri Muazhiri, duke analizuar krejt këtë situatë, çka shihni më shumë si zgjidhje? Formim të qeverisë, qoftë nga kjo shumicë parlamentare, qoftë nga një që mund të dalë pas kalimit të këtij afati 15 ditor, apo janë opsion vetëm zgjedhjet? Fillimisht vetëm 20 sekonda ta përfundoj këtë me listën serbe. Është paradoksale, është tragjikomike që dy dokumentet kryesore për lejimin e listës serbe me marrë pjesë në zgjedhje kanë ardhur nga zoti Sfeshla dhe zonja Gërvalla, nga Ministria e Brendshme dhe Ministria e Jashtme. Pra certifikata e pastërtisë ka ardhur prej tyre edhe ata marrin pjesë, por lëvizja vendosje aq shumë e ka perfeksionuar këtë multidimensionalitetin, domethënë sulmon në disa nivele, edhe në nivel institucional e ka një qasje tjetër, në nivel diskursiv publik e ka një qasje këtë tjetër. Pra, andej, Gërvalla dhe Sfeshla thonë po lista serbe është krejtësisht në përputhje me shtetin tonë, kënej dalin në këtë që momentin e fundit e bëjnë dramën kinse që sollëm një dokumente kështu me radhë, pra është një azi. Por kjo mund t'i funksionoj vetëm në nivel të brendshëm, sepse në nivel të jashtëm nuk i funksionon. Zoti Jukshini e përmendi marrëveshjen e Ohrit. Zoti Kurti provoi që të njëjtën gjë ta bëjnë me marrëveshjen e Ohrit. Pra ta pranoj, edhe të vjen pastaj të thotë, shiko, unë e pranova, por tash te realizimi do të shikojmë, por mirë po unë e kom pranuar. Por tash unë nuk e realizoj. Pra dy nivele kontradiktore, kur ti duhet para ndërkombëtarët me thonë, unë e kom pranuar marrëveshjen e Ohrit, unë jam konstruktiv, por këtu militantëve të tyre me thonë, në asnjë mënyrë unë nuk e pranoj, nuk ka bosnjezim e kështu me radhë, por kjo është blokat sepse Brukseli, Washingtoni, Londra, Parisi nuk janë PDK-LDK-AK. Pra, ata kanë qasje krejt tjetër edhe nuk mund ta bësh lojën e njëjtë. Ata trasin veç një herë. Ata trasin veç një herë. Ata kanë folur një herë vetëm para 2 vite, kur do të thonë marrëveshjen e Ohrit, planin e Ohrit dhe marrëveshjen e Brukselit e kanë futur si pjesë përbërëse të Kosovës së Serbisë në procesin e integrimit evropian. Mo nuk e hekun. Tash na mundon të folë gjithë ditën. Domthonë çdo vit tash kur del raporti i progresit për çdo ditë e keni paragraf çka kena zbatuar dhe ku jemi.